sepse ajo po ndodh realisht. Neve kemi nxjerrë Shqipërinë në pazar me çmim të ulët. Pavarësisht se ka plot ente që e bëjnë këtë. Që japin çmim tjetër për turistin, çmim tjetër për shqiptarin, ose e përjashtojnë fare elementin shqiptar nga konsumizmi, sepse të gjykosh tjetrin, duhet të jesh pikëpari në pozita shumë të mira vet dhe të jesh në pozita të atilla qoftë etike dhe morale që të mundet të dalësh ndesh me një X person, me një X kompani e cili për një arsye apo për një tjetër bën atë që bën dhe bën ashtu siç e bën. Për të ta zgjeruar më pak sepse doja që të jep dhe i përgjigje. Edhe për ato që nuk po guxoja që të përgjigjesha, do të thojë që ka domethënë tregu edhe njerëz të cilët realisht nuk e din çfarë po bëjnë. Unë personalisht mendoj që Shqipërinë duhet që ta njohin njerëzit në thjeshtësinë e vet. Jo si një destinacion detyrimisht, më thonjë domethënë për të një cilësie të lartë, duhet që pikëpari ti të stimulosh prodhuesit vendas. Kjo është ekonomia. Nuk mundet ti të bësh rishitës i makaronave italiane në përjetësi. Aty ke njerëz të cilët le të themi mendojnë politikisht majtas, mendojnë politikisht djathtas dhe i ka bërë bashkë një halli për bashkët ose shumë hallet për bashkëta, duke filluar nga shëndetësia që po e ritheksoj, ke drejtësia, dhe rendi. Këto janë 4 kolona e dashur që për të bërë një jetë normale. Janë 4 kolona që janë batuar. Shëndetësi. Të dashur miq, kemi vënë re që nga gjithë shikuesit mbi 70% nuk na ndjek. Pra, në rast se ju pëlqen mesazhet dhe përmbajtja jonë, ju ftojmë na ndiqni ju lutem në rrjetet shoqërore dhe në YouTube duke bërë subscribe dhe follow që të kënaqim algoritmin edhe të vijemi ndukjes. Faleminderit. Faleminderit. Me që kam të bëj me një person nga fusha e gazetarisë, duhet ta zhvillosh gjithë bisedën si mas qefit tënd. Të jap dorë të lirë ta nisësh. Domethënë, jam pjesërisht tek bota e gazetarisë, jam shumë i përfshirë në botën, le të themi, e studimeve, por që e kam gërshetuar le të themi këto interesat e mi mbi gazetarinë dhe mbi studimet, edhe me punën e përditshme që unë bëj, pra me turizmin. Dhe për të diskutuar për turizmin, mendoj unë të paktën turizmin brenda Shqipërisë, jo atë që shqiptarët dalin jashtë, duhen disa konture, mbi të cilat do bim dakord të gjithë, pra jo vetëm neve në bashkëbisedim, por që duhet pikëpari mendoj që vendin ton të cilin ne po përpiqemi në mënyra punëtore të nxjerrim në arenë ndërkombëtare, në tregje ndërkombëtare, në tezga, sepse edhe tezga mund t'i quajmë ndërkombëtare, të mund ta njohim. Si term kjo tezga në fakt kështu si. Tezga sikur po e nxjerr tregun në pazar, sepse ajo po ndodh realisht. Neve kemi nxjerr Shqipërinë në pazar me çmim të ulët. A e kemi nxjerr për mirë apo për keq? Unë mendoj që është për mirë, për aq sa çmimet këtu realisht aq janë, pra nuk janë të sforcuara, po këtu tenori i jetesës është mbështetur në një ekonomi modeste dhe rrjedhimisht nuk ka pse turistët të mundet që të shfrytëzohen me një tjetër çmim. Pra nuk mundemi ne të shpikim çmime për turistët, pavarësisht se ka plot ente që e bëjnë këtë, që japin çmim tjetër për turistin, çmim tjetër për shqiptarin, ose e përjashtojnë fare elementin shqiptar nga konsumizmi. Por që ne po e nxjerrim Shqipërinë në marketim. Pra jemi duke marketuar, jemi duke e tregtuar, se marketim është jemi me një Shqipëri që është në treg aktualisht. Por që ti të mundet që të nxjerrësh një produkt në treg, duhet të kemi parasysh që diçka ka çmim, por ka edhe vlerë. Në përgjithësi njerëzit janë të qartë me çmimin,
por nuk ja din vlerën. Unë jam atë nga ata persona që përpiqem të studioj vlerën e vendit tim. Më kupton? Që të mund të tregtoj më tej. Kush është vlera e vendit tonë? Vlerat e vendit tonë janë mijëra vjet histori. Mijëra vjet vlera të trashëguara, zakone, tradita, gjuha dhe çfarë do lloj gjë e ndërmjetme, sepse normalisht antropologjia na mëson që njerëzit kanë atë përditshmërinë e tyre që e pasuron më së shumti jetën sesa dogmat ose rregullat e ngurta që e varfërojnë atë. Çfarë kemi ne pasuri konkretisht? Është toleranca fetare. Është bashkëjetesa si një lloj kontributi social që ne kemi ndoshta në të gjithë Europën. Një shembull që nuk mund të thotë që e ka një popull tjetër. Më kupton? Plus, kemi këtë histori, kemi këto male, kemi këtë fush, kemi këto dete, të cilat realisht janë një pasuri që rrallë shtete edhe në Europë mund të thonë që i kanë. Kemi një klimë të mrekullueshme dhe neve përpiqemi që të gjithë këto elemente të mundet t'i bashkërendojmë dhe t'i vendosim tek ajo tavolina, tek ajo tezga në thonjza, për t'ia treguar botës që ne jemi edhe kështu. Ne kemi edhe këtë. Si vendosim ne këto element që përmendet e tezga? A janë mjaftueshëm të kuruar ose mjaftueshëm të dukshëm në syrin e turistit? Unë mendoj që janë. Janë? Unë mendoj që janë. Normalisht ka persona të cilët janë papërgjegjshëm për vlerën e vendit tonë, prandaj dhe i theksova njohjes dhe më tej të dashuruarit, sepse kështu funksionon dhe mes njerëzve që ti fillimisht njifesh me dikë dhe më tej dashurohesh, më kupton? Ka plot njerëz që nuk e njohin, por që gjithsesi stimulojnë një marrëdhënie sigurisht dashuri, për hir të interesit, sepse tek e fundit ai thotë, ok, këta janë turistë, unë dua lekët e këtyre dhe nuk më intereson shumë se çfarë produkti marrin ata. Por është po kaq e rëndësishme një lloj feedbacku, ose po përdorim domethënë këtë lloj termi, edhe nga ana e turistit, sepse ai do ketë të bëj me ty në një mënyrë apo në një tjetër. Tashmë përmes rrjeteve sociale ne jemi shumë afër me njëri tjetrin. Edhe pse ai tjetri mund të jetojë në Holland, ai nesër të shkruan, kam disa miq duan të vinë, ose ai mund të shkruaj një mendim në faqen time ose në faqen e dikujt, dhe të japi një ide ose për mirë ose për keq, ose të japi një review diku. Pra për shtypje, ose ai që thashun që parë, këto momentet e caktuara përbëjnë të gjithën. Dhe ti duhet të dish që njerëzit kanë kuriozitet për malin, kanë kuriozitet për fushën, kanë kuriozitet për kulturën, kanë kuriozitet për të gjitha format e jetesës në Shqipëri, dhe kush më mirë se sa një person që realisht i njeh, mundet pra edhe në një farë mënyrë t'i bëj produkt, t'i bëj ndoshta dhe paket, dhe më tej t'i nxjerrë në treg, pse jo thjesht për të abuzuar vendin, por për t'i dhënë një çik më shumë vlera, që edhe financiare, pra një industrie që për mendimin tim është e ardhme, e cila është industria e turizmit. Kjo është ajo që unë bëj me veten time, në përditshmërinë time, është puna e brendshme, që pse e bëj unë këtë përdit, dhe arsyetimi im i brendshëm, arsyetimi im shpirtëror, arsyetimi im logjik, dhe që pasqyrohet në atë sinqeritetin e punës time të përditshme. Pra kjo është ajo që më bën mua të jem i çiltër dhe i sinqert, pra aq sa mundet, në marrëdhënie edhe me klientët, por edhe me veten. Kjo është një cilësi që ti e theksove te vetja, po në raport me të tjerët, si e shikon te ofruesit e shërbimeve të turizmit? Unë e njoh industrinë, dhe nuk e besoj që jo vetëm unë, por asnjë njeri nuk do ta merrte guximin që të bëj gjyqtar, arbitrar i punës së tjetrit. Mendoj se ata persona të cilët janë me të vërtet të ndërgjegjshëm në atë që bëjnë dhe që janë në biznesin e turizmit, e din
i njohin ato pikat e veta të dobta. Ata persona që janë të ndërgjegjshëm i din minuset e veta, janë të ndërgjegjshëm që po bëjnë diçka me gjysmë hile dhe diçka tjetër me hile të plot, por që ka edhe njerëz që të papërgjegjshëm, cilët mendojnë se po bëjnë sikur po kapin qiellin me dorë, por që në fakt po bëjnë një vrim në ujë. Unë mendoj që është e rëndësishme që neve të marrim përsipër një lloj analize në bazë të asaj që ne shikojmë. Pra jo në bazë të asaj që ne projektojmë, sepse projektimi është subjektiv dhe mendoj që objektiviteti duhet të jetë kryefjalë në disa diskutime që lidhen kryesisht me industrinë e biznesit. Pse e them këtë? Sepse të gjykosh tjetrin, duhet të jesh pikë pari në pozita shumë të mira vetë dhe të jesh në pozita të atilla qoftë etike dhe morale që të mundet të dalësh ndesh me një X person, me një X kompani e cili për një arsye apo për një tjetër bën atë që bën dhe bën ashtu siç e bën. Por që ne nuk mund t'i gjykojmë. Ne mund të gjykojmë për ata që dalin nga konturet e rregullave të lojës. Rregullat e lojës janë ligji në fuqi. Dhe ligji në fuqi të detyron ty siç detyron qoftë edhe një ngarës të zakonshëm, një drejtues të zakonshëm të makinës, që ti të mund të licencohesh pikë pari, pra të marrësh një patent për të ngarë makinën, ose të marrësh një licencim të veçantë për të ngarë një taksi, një ambulancë, një autobus dhe kështu me radhë. Të njëjtën gjë kanë edhe bizneset këtu. Dikush mund ta marrë në mënyrë formale dhe dikush tjetër nuk e merr, por gjithsesi e ushtron. Në qoftë se do ta kanalizojmë më në konkretësi muhabetin, i referohemi për shembull udhërrëfyesve turistik. Udhërrëfyesit turistik aktualisht mendoj që janë oksigjeni real i industrisë turizmit, pra përpos se njësive akomoduese, po themi këtë llafin e madh, për të përkufizuar hotelet, për të përkufizuar shtëpitë me qira etj, pra janë këtë njësitë akomoduese. Unë mendoj që punën më të madhe dhe më aktive me kohën e tyre, me jetën e tyre në fund të ditës, e bëjnë pikërisht ata njerëz që marrin përsipër detyrën e udhërrëfyesit turistik. Unë personalisht për këtë kategori në lëmin e turizmit kam respekt shumë të veçantë. Aktualisht ky komunitet has në vështirësinë e një konkurrence që nuk është as pak e ndershme, duke qenë se Shqipëria është duke u hapur, tashmë ka plot njerëz të cilët në shkelje absolute, mendoj, futen në treg për të zhvilluar aktivitetin e tyre, por pa ju përmbajtur kritereve të cilat neve shteti na i detyron. Pra licencimi, po kaq sa edhe aftësimi për ta kryer ti detyrën e një udhërrëfyesi turistik. Udhërrëfyesi turistik është një person i cili mund të shërbejë në mënyrë figurative edhe si ambasador i vendit tonë në sytë e vizitorëve. Dhe në qoftë se ky njeri është i aftë për ta bërë punën e tij në konturet e një profesionalizmi sipëror, atëherë ky njeri do ketë shumë më shumë punë dhe rrjedhimisht do jetë disa herë ambasador, më kupton, brenda një afati kohor të shkurtër, pra ti mund të jesh ambasador për një numër shumë të madh njerëzish, në varësi të grupeve që ty të jepen në varësi. Pra ti ke një detyrë shumë të rëndësishme. E gjithë industria i ka varur shpresat pikërisht se këta njerëz. A kemi ne instanca kualifikuese për këto kategori turistik? Aktualisht kemi njerëz që janë me vërtet përkushtuar. Unë vetë jam trajnuar në një nga këto le të themi qendra kursesh, të cilat konkretisht që kam qenë në Shërben
edhe si shoqat e udhërrëfyesve turistik. Dhe janë njerëz me të cilët unë jam miqësuar dhe që sa herë që i mendoj, gëzoj. Pra janë njerëz shumë afër me mua. Pra sa herë që unë mendoj që qoftë edhe virtualisht ata janë në Tiranë, gëzoj, them, okay. Dhe jam domethënë shumë i gatshëm që me ata njerëz të organizohem, të mblidhem, të festoj, të gëzoj etj, sepse tek e fundit ka qenë një lloj përvoje për mua shumë pasuruese, e para në njohuri dhe në prekje, domethënë të atyre që unë dija për historinë e vendit tim dhe për arkeologjinë, antropologjinë e tjera. Unë tashmë pata mundësinë edhe t'i shikoj me sy, t'i prek me dorë dhe të kem mundësi dhe t'i referoj ose t'i raportoj ose t'i adresoj ke njerëz që janë normalisht më përtej limiteve të njohurive të mia, sepse modestisht secili ka një farë kufiri të njohurish dhe sa më parë që ta arrijë atë kufirin e njohurive, aq më shpejt ai arrin që ta zgjeroj edhe këtë limitin ose kufirin e njohurive të veta. Ato njerëz pastaj që thonë, okay, nuk kam limit ose nuk ja pranojnë vetes, vuajnë nga të tjera gjëra. Unë jam i lumtur për këta njerëz, të cilët jo vetëm më kanë trajnuar dhe më kanë mësuar, por që më kanë bërë të kuptoj që Tirana, Shqipëria ka edhe njerëz të tillë dhe shumë bukur që ti mbas një farë moshe të mund përballesh edhe me gjëra të reja ose me njerëz të rinj që në një mënyrë të surprizojnë. Kjo është gjë shumë e shëndetshme, mendoj unë, për çdo njeri. Dhe unë jam trajnuar, unë jam një udhërrëfyes turistik për kulturën. Jam nga njerëzit të cilët më shkërkuar që t'jap edhe kontribut. Pra aty ke qendra ku unë kam bërë trajnimin si pedagog, por që për hir të pamundësive të ndryshme, nuk është konkretizu, nuk kam hequr dorë absolutisht, unë me kënaqësi kam përgatitur edhe materialin që do mund të kontribuoj, edhe që mund të bashkëngjitem realisht, sepse për mua të punoj me ato njerëzish është një kënaqësi vete. Pra, përgjigjja për pyetjen tënde e shkurtuar është po, ka, nuk është vetëm kjo qendër, janë disa qendra që jo të gjitha punojnë brenda të njëjtit standard, duhet të thënë kjo, dhe që ka plot që përcjellin njerëzit po ashtu siç i presin. Pra, i presin në një standard dhe i përcjellin po njësoj. Në të njëjtin standard. Ky është, mendoj, problem pak. Sa dije historike ose sa e detajuar është narracioni historik që kanë udhërrëfyesit shqiptar ndaj turistëve tuaj kryesisht, sepse ne jemi një atraksion goxha i spikatur për nga ana historike. Mendoj që vlefshmëria e punës së një udhërrëfyesi turistik lidhet drejt për drejt me natyrën e tij karakteriale. Në qoftë se ai është një person që është kërkues, një person i cili është pasionant, dhe një person i cili realisht ka një marrëdhënie të shëndetshme me të vërtetën, ai jep një kontribut jashtëzakonshëm. Në momentin që ai person është thjesht një natyrë pak më pragmatiste, interesatxhi, ose një person që do t'i kapërcej etapat ose do thjesht të përshpejtoj këto etapa për të arritur vetëm në ato gjëra që ai do të arrijë, pra për të rënë punëve shkurt, sepse ka dhe të tillë, atëherë mendoj që kemi të bëjmë me person i cili jep diçka më pak profesionalisht në këtë fushë. Duhet të theksoj një diçka tek vetja ime, unë nuk e ushtroj këtë lloj pune ose këtë lloj profesioni në mënyrë të përditshme, sepse unë koordinoj punë tek ata që janë udhërrëfyes në përditshmërinë e tyre. Unë e kam marrë atë lloj licence, sepse është edhe në kuadrin ligjor që ti të mund të funksionosh pra si një operator, duhet që të jetë dikush i specializuar aty dhe kush më mirë se sa unë në kompaninë që unë aktualisht punoj, mund ta bënte këtë lloj pune. Pasi pasioni më çoi
drejt kësaj lloj gjë, mendoj që është edhe në një farë mënyrë harkata e jetës së një njeriu ose karkasa e të gjithës e këtij lloj puzzle në jetën e njeriu, që plotësohet pak nga pak në bazë të asaj aftësie që secili nga ne ka për ta hapur veten atë kufit për t'i zgjeruar, sa më shumë t'i zgjeros, aq më shumë kepe të ndryshme, interesi, do preki edhe kufiri i njohurive tuaja. Edhe unë u specializova me të vërtet këtu, pra unë realisht mora shumë të dhëna në atë grup trajnimi që bëra, po kaq sa edhe dhash atë që unë dija dhe çfarë unë kisha përcjell deri në atë momente nga letërsia, nga historia, nga studimet që kam zhvilluar dhe u pasuruam në mënyrë të ndërsjellët. Kjo lloj gjëje dhe është thjesht në vazhdën e sqarimit që nisa të bëj, që në fillim është që unë nuk e bëj për ditë këtë punë, pavarësisht se do doja ta bëja, është kënaqësia më e madhe. Unë koordinoj punë për miqtë e mi, janë kolegë, por që janë shumë të afërt me mua, dhe janë miq që unë bëj me ta edhe përtej punës, dhe unë u jap punë ato që neve në kompani na afrohen, neve normalisht i delegojmë këtë dikush që ka realisht nevojë dhe kohë, hapësirë në kalendarin e tij për ta ushtruar këtë punë, kohë që unë nuk e kam. Dhe në rastet të caktuara unë mund të bëj ture, por që personat domethënë duhet të jenë të një domethënë rëndësie diçka më të veçantë që të mundet që unë të anashkaloj kohën time dhe gjërat e mia, që të mundet të angazhohem në një tur X apo Y. Po, por nuk më dhe përgjigjen e drejt për drejt dhe më të thjesht që të kërkova. Ose ta kthejmë nga krau që nga vlerësimet që ke dëgjuar në përgjithësi nga turistët. Unë mendoj që ta dhash në mënyrë shumë më të specifikuar ose nga vlerësimet që ke dëgjuar nga turistët, meqenëse se ke një profesion që i lidhur gjithkohës me turizmin. Po. Si e shikon ti sa transparent është informacioni që ato marrin mbi Shqipërinë, sa i vërtet është, ose a është në nivelin e dur? Unë mendoj që është në nivelin e dur, nëse flasim për ata persona konkret që vinë dhe afrohen tek kompania jonë. Nuk mund të flas dot për vizitorë ose turistë, të cilët kanë marrë një shërbim diku tjetër. Unë përgjithsisht edhe kur afroj një person që të mundem t'i jap një punë apo nuk e di, të mundem të afroj profesionalisht, kur nuk e njoh. Mundojnë domethënë që në një mënyrë të stimuloj një lloj bisede më shumë për të kapur çfarë lloj karakteri ka ky njeri. Dhe ose duket ta peshoj pak për aq sa mund të kem unë aftësi, ta peshoj sa realisht ky njeri di dhe sa realisht ky njeri do. Ka një kjo lloj pune ka një lloj loje të ndërmjetën mes asaj që ti di dhe asaj që ti do. Unë mendoj që kjo punë është për ata që përgjithsisht din që ti të mund të kërkosh dhe të duash më tej. Pra, duhet fillimisht të kesh një lloj bagazhi, pra sepse ti në një farë mënyre produkti jot pra je vetvetja, ti po jep mend. Pra, ti po jep ato mend, dhe nëse ti jep ato mend që ti nuk i ke, atëherë ti nuk je profesionist. Unë mundem që të filtroj ata persona që besoj i afroj tek shërbimi dhe në varësi domethënë të asaj që unë arrit të shikoj se të spikas ke X udhërrëfyes, krijohet edhe shërbimi dhe përgjithsisht shërbimi deri tash të paktën ke ata që unë kam pasur fatin që t'i kem klient, ka qenë përgjithsisht një lloj reagimi pozitiv, mjaft të kënaqur, më kupton? Por që mendoj që ka qenë një lloj përshkallëzimi dhe një lloj përzgjedhje që ke unë në pozicion pak më vertikal, që i kam përzgjedhur dhe ata udhërrëfyes që të jenë pak më cilësi, qoftë edhe me një natyrë që më miqësore, jo detyrimisht kaq formal dhe akademik, por që të jenë të paktën njerëz të cilët
të jenë miqësor, zbavitës dhe të jenë të qetë të kenë një natyrë sa më të çiltër. Për të ta zgjeruar më pak, sepse doja që të të jep dhe i përgjigje edhe për ato që nuk po guxoja që do të përgjigjesha, do thëjë që ka domethënë tregu edhe njerëz të cilët realisht nuk e dinë çfarë po bëjnë. Por që ata e humbasin shumë kollaj hapin në krahasim me të tjerët, sepse vetë tregu është i tillë që në një mënyrë apo në një tjetër të skarcon. Dhe ti e humbet garën sepse ka plot njerëz të tjerë që janë të kualifikuar, janë të pozicionuar mirë edhe në kontakte, sepse rrjedhimisht nëse je një person i cili e do këtë punë dhe e bën atë lloj pune me pasion, ti pozicionohesh domethënë si imazh për mirë, pra pozitivisht edhe në rrethin tënd të ngushtë apo të gjerë, dhe njerëzit të njohin. Ky është networking. Pra ai që ndodh me guidat sot për sot ose me udhëfysit turistik sot për sot është pikërisht networking. Se sa i aftë je ti, se sa ekstrovert, introvert, pra këto vetit karakteriale, se si i ke dhe se si do t'i pozicionosh, që të mundet të japësh një përfundim ose një lloj gjithsej që është i kënaqshëm për ty edhe për kompaninë që ti përfaqëson. Sepse, siç thashë më përpara, këta persona, këta individ janë oksigjeni, janë gjaku që rrjedh në këto venat e sistemit ose në venat e industrisë së turizmit, janë pikërisht udhëfyesit, shoferët, janë ata persona që janë në kontakt të përditshëm. Janë gjithë që ndikojnë element në vete, por që krijojnë një eksperiencë të plotë. Janë ata, aktor dhe faktor. Çfarë do lloj agjencie ose operatori turistik është vetëm firmosësh kontratat, plotson programet, merr lek, jep lek, qarkullon punën dhe pjesën vitale të gjallë e bën pikërisht një udhëfyes, e bën pikërisht një shofer. Shoferët në absolut kanë një vlerë të jashtëzakonshme dhe kam respekt maksimal, po kaq sa çkam edhe për guidat ose për udhëfyesit më shqip. Sepse kanë me vërtet detyrim të jashtëzakonshëm dhe në kushtet. Po, është e vërtet sepse duhet ta bëjnë të ndihet turistin të sigurt, edhe sidomos me problematikat e infrastrukturës që Absolut. Dhe të përfshirë industrinë e turizmit dhe në përgjithësi në këtë lloj sfere janë njerëz të cilët me vërtet janë të veçantë. Kanë durim, kanë domethënë atë qëndresë fizike disi më të sfikatur se të tjerët, dhe që vit pas viti janë ata që i sheshon ose i stabilizon vetë tregu, vetë kërkesa dhe oferta të bën ty që o të kesh punë, se po ta them shkurt, ose mos kesh punë fare. Dhe kjo varet totalisht nga ty si një profesionist i mirë apo i keq. Si e shef ti pozicionin e Shqipërisë në përgjithësi në aspektin e turizmit? Apo strukturohet, apo shkon në rrugën e dur? Po sigurisht. Unë mendoj që Shqipëria po shkon në rrugën e dur. Mendoj që duhet realisht të respektohet kjo Shqipëri për atë që është, pat edhe një bisedë mjaft pozitive me një turist anglez një para pak ditësh, dhe ajo ishte mjaft entuziaste, tha për 10 vjet Shqipërinë unë e shikoj shumë lart dhe do jetë me vërtet destinacion i jashtëzakonshëm, por që unë personalisht mendoj që Shqipërinë duhet që ta njohin njerëzit në thjeshtësinë e vet. Jo si një destinacion detyrimisht elitar, ne kështu jemi. Ne jemi, si do ta them shkurt, ujë dhe sapun. Kjo është lezeti jon. Kjo është kënaqësia që merr turisti nga thjeshtësia, nga një pikërisht desha të dalte kjo pikë në fakt që po rrezikohemi nga ky globalizimi ose po bëhemi si shumë vendet e Europës që
këto janë trende, duhet shkojnë këtu që arrin atë pikun edhe pastaj e humbin atë në bazë të ndërtimeve, resorteve, po e humbin atë thjeshtësinë, unikalitetin. Kjo është Po humba ajo ndjeshmëria e turistëve që po shkoj, sikur është ajo ndjeshmëria që po eksploroj unë për herë të parë. normalisht për shumë njerëz Shqipëria nuk është më në thonjza hidden gem, siç e kanë cilësuar, domethënë një xhevair i fshehur. Por që duke pas kaq shumë bukuri natyrore, gjithmonë do ngelet xhevair. Jo i fshehur, po xhevair do ngelet. Dhe unë jam shumë krenar për këtë. Është me vlera që të theksohet që asnjë lloj betoni i vënë asgjikundi në Shqipëri nuk ka asnjë lloj vlere, por ka vetëm çmim. Dhe i rikthem diskutimit çmim dhe vlerë. Vlerën e vërtet Shqipëria ka tek malet dhe për i rikthehem, tek deti, ka ke lumenjt, ke fushat, kodrat, kafshët e egra, shpendët edhe gjithçka tjetër. Te kulturat, ato zonjat, ato zotërinjt që të presin me atë thjeshtësinë. Domethënë, qoftë edhe ke njeriu i thjesht në rrugë, qoftë edhe tek ai njeriu që hap shtëpinë që ti të mund të qetësohesh, të flesh apo akomodime etj. Mendoj që pika më e fortë që Shqipëria aktualisht ka dhe që me vërtet përfaqëson me dinjitet, nuk është luksi, por është thjeshtësia. Pse e them unë këtë? Ndoshta duke ju bashkangjitur pak retorikës që po përgojohet së fundmi, por nuk është absolutisht vetëm ky qëllimi. Këto janë mendime që janë, domethënë tani janë kalcifikuar në mendjen time dhe nuk është se unë po them ndonjë gjë që se ka thënë askush. Vlerat e një turizmi, le të themi të strukturuar, të madh etj. Përfshin shumë aktor dhe faktor që neve të mund të kemi një turizëm elitar. Ti nuk mund të kesh vetëm një lloj strukture hoteliere, super të madhe, super të bukur, tërheqëse, shlodhëse, kënaqëse, komode etj. Por që shërbimi duhet të jetë në një nivel që t'i përmbahet një lloj standardi sipëror dhe që mund ta quajmë elitar, pavarësisht se për të përcaktuar shërbim elitar në turizëm, mjafton që ti të rrisësh çmimet dhe kushdo që ka mundësi për ta paguar atë çmim, quhet elit. Por elita në vete nuk është kjo. Një sipërmarrës nuk është elit. Një inxhinier, një mjek, një avokat, një shkrimtar, një skulptor është elita. Është ai ose ajo që e bën shoqërinë në një mënyrë apo në një tjetër të mendoj ndryshe. Të thyej ato caqet e kufirit të njohurive dhe të zgjerohet edhe më tej njohuria. Kjo është elita. Aktor, shkrimtar, poet, njerëz filozof që kanë guxim, por që ai s'ka lek që të hyjë ai hoteli elitar. Okej? Nuk futet dot ai. S'ka. Nuk jam në gjendje ta paguaj 3.000-4.000 euro për të ndetur një javë. Okej? Dhe megjithatë, ato i quajnë në mënyrën e vet elit. Tani për të bërë ti një Pse është ndërtuar ky me të ta mbaroj më kjo mundësia, po. Të ta mbaroj vetëm idenë. Pra për të ndërtuar ti një strukturë elitare, atëherë ti duhet që të ofrosh shërbim elitar. Duhet që të ofrosh ushqim elitar, kushte elitare, higjenë elitare. Mund ta shpjegosh pak më thjesht për publikun elitare, për shembull çfarë më kupton ti me shërbim elitar? Shërbim elitar. Unë për shembull si turist presupozoj që shërbim elitar është që kur vi ke
qoftë bujtina jote apo Ti do hoteli. paguash sasi të çmendur. Përveç pagesës, pres që të vi Ky është mendimi që të vi një host aty, një pritës që të më marrë valixhet dhe të më thotë mirë se erdhe zonja. Janë domosdoshmërisht këto pjesë e shërbimit elitar? tek shërbimi elitar, ne do të kemi parasysh pikëpari funksionalitetin. Çdo gjë të funksionojë. Jo vetëm tek le të themi marrëdhëniet me klientin, marrëdhëniet me publikun dhe çdo gjë tjetër, por që ti në dhomë të jesh absolutisht komod, të kesh asete absolutisht funksionale dhe çdo lloj gadget që ti ke në atë që ti ke paguar, pra që është dhoma në thelb, të jetë në nivel sipëror. Pra jo thjesht modest, por diçka sipërore, luksoze, nuk e di se çfarë. Shërbimi gjithashtu do të jetë i niveli të lartë. Pra, brenda pavarësisht çmimit që domethënë nëse më pyete për elit, është çështje korrektësie, është çështje kohe, është çështje cilësie. Tani ta kthejmë me këmbë në tokë. Më shumë të pyeta në një formë për të edukuar më shumë turistët shqiptar vendas, sepse e vërej që është kjo mangësia e kulturës që mendojnë sepse shërbim elitar mund ta marrin vetëm në një hotel që paguhet. Mendoj domethënë që neve duhet shumë shtrenjtë edhe në një hotel modest ose në një shtëpi pritse modeste, nuk e presin atë shërbimin funksional, le të themi. I mungojnë gjërat bazike edhe është krijuar ky mentaliteti që dakord sepse këtë pagesë bëra dhe është më rregull që të mos kem ujë një moment. Po, e kam të qartë atë pikpamjen tënde, por nuk mendoj që duhet nisim tani me një mision që më duket paksa i jashtë të zakonshmes, që ne të mundet që të edukojmë një turist vendas se si dhe të jetë ai në impaktin e tij. Jo, më shumë të krijohet një koncept i idesë. Po, e kuptoj atë, por që unë më shumë ti duhet domethënë që të jap për aq sa unë e njoh industrinë, një ide se çfarë realisht mund të quhet elitar. Sepse ne nuk po flasim këtu për një, le të themi, një koncept i cili është ultra all inclusive ose një, le të themi, resort luksos, por ne themi një resort elitar. Pra elita është në vetvete snobuese dhe përjashtuese e masës. Kjo është një diçka që në vete duket paksa e pashëndetshme edhe në momentin që ti e dëgjon. Gjithsesi, unë do të doja, dhe që të konkretizojmë më vetëm, që të bëhen edhe këto resortet elitare, të jenë domethënë të kufizuara. Të jenë të kufizuara, por të mos jenë përjashtuese të njerëzve të thjeshtë, absolutisht. Pra ti mund ndërtosh një hotel në Bregdet, por në absolutisht të mos kesh ekskluzivitet tek bregu i detit. Pra ti duhet që dhe ti dhe kushdo tjetër të jeni të qartë që edhe një përdorues i thjesht i plazhit mund të vijë aty dhe fare mirë mund ta shfrytëzojë, sepse ajo është një pronë që do t'i ngelet Shqipërisë gjithë jetën. Deti është pronë publike dhe 1 kilometër prej bregut të detit ligjërisht ti nuk gëzon dot pronë, pavarësisht se ka plot njerëz të cilët këtë lloj perimetri e kanë shkelur. Me të drejtë pa të drejtë, pastaj ka se kush e gjykon këtë lloj gjëje. Por që bregu i detit është i të gjithëve, siç ndodh në Kroaci, siç ndodh në brigjet e Malizi, siç ndodh në Greqi dhe kudo, që ti brigjet i ke edhe me pagesë, edhe falas, është zgjedhja jote se ku do të jesh. Në fakt këtu është shkelur aq shumë ky ligj sa që shumica e njerëzve, dhe kjo është e vërtetë, e kanë vënë re dhe të rrethi që na rrethon që e kanë marrë si të mirëqen që duhet paguash. Duhet paguash për që ti të rrezitesh në diell edhe kështu. Dhe jam shumë dakord tani sa të bëj logjikën e çështjes së elitarizmit në shërbim. Jam shumë dakord që të bëjmë këto, pse jo, të ketë Shqipëria pozicionin e vet në hartë edhe për turizmin që do një farë luksi, ama që kjo duhet të lidhet me të gjithë industrinë prodhuese vendase, kjo është një nyje kapilare patjetër për të zgjedhur. Nuk mundemi ne, sot e kësaj dite në 2026, të hapim një resort elitar, që e bëm grobë dhe këtë fjalën, dhe të mund të tregtosh po prapë
makarona që vinë nga Italia, peshk që vjen nga Greqia, nga Janina, siç patate, specat e çdo gjë, produktet pra të importuara. Tani neve jemi të vetëdijshëm që një resort luksi do ushqim premium. Pra, që ti të mund të kesh këtë ushqim premium, në thonjë, domethënë pra të një cilësie të lartë, duhet që pikës pari ti të stimulosh prodhuesit vendas. Kjo është ekonomia. Nuk mund të ti të bësh rishitës i makaronave italiane në përjetësi, rishitës i domateve, i qumshit e tjerë të importit në përjetësi. Ti duhet të stimulosh prodhimin vendas, që edhe një person në fush, një person në majt malit, të kontribuoj për atë personin që e shet tek bregu detit. Pra, ti mbjell patate speca diku, ti njeh lop, viça, qingja, dele, dhe mishin që e merr pra si një fermer apo nuk e di çfarë, dhe ja çon atij që e shet tek bregu detit. Ka një zinxhir shumë të madh që shumë vende të ndryshme e kanë dhe e kanë funksional në mënyrë të tillë që të mos zgjasin dorën drejt importit dhe kanë me të vërtet një zhvillim ekonomik gjithëpërfshirës. Sepse vetëm në këtë lloj mënyre bëhet ai turizmi i luksit me ushqime premium dhe me produkte të cilat i ka përcejnë edhe mesataren. Ndërsa për pjesën tjetër të industrisë, atë që është e prekshme nga të gjithë, mendoj që neve jemi në nivele deri diku të kënaqshme, pavarësisht se edhe restorantet sot e kësaj dite në masë më të gjerë, produktet i kanë përgjithsisht të importit. Kjo edhe për hir, le të themi, të politikave, të tregtisë së lirë dhe të këmbimeve të her pas here në mënyrë të pakontrolluar që ndodh mes Shqipërisë dhe fqinjve apo vendeve tjera përtej në Europë. Por që kjo është temë shumë më e gjerë pastaj. Unë mendoj që shërbimin në struktura akomoduese, deri diku Shqipëria ka mirë. Në momentin që pastaj kërkon të bëj një lloj fluturimi pindarik të llojit, do kalojmë ke super mega lux apo nuk e di se çfarë, atëherë mendoj që pengohet ose si të shkon ai karusi drejt diellit, i shkrin ato flatrat edhe bie dhe e merr vesh pra që realisht është thjesht një utopi ajo të fluturorit drejt diellit. Neve do të jemi me këmbë në tokë dhe hapat të hidhen, domethënë pak nga pak zgjerohet, edhe mendoj që nuk është taksative që ti publikun ose të tregtarin të çfarë do niveli ta edukosh me të thënë, por ai duhet të përballet vetë me tregun, pra me të dhënë. Ai të përballet vetë me shërbimin, do ta bëj gabim një herë, dy herë, vitin tjetër nuk do t'i vijë njeri dhe do pozicionohet ndryshe edhe në kontakt me njerëzit, edhe në kontakt me klientelën, edhe në kontakt me punëtorët, edhe me çdo njeri. Sepse edukimi nuk mund të vijë asnjëherë përmes diktatit dhe nuk vjen asnjëherë brenda natës. Rrullshëm, nuk vjen në mënyrë vertikale, nga lart po ta them unë kështu dhe kështu është dhe ti vetëm zbatoje. Nëse nuk e prek punën, nëse nuk të djeg dora një herë, nuk do mësosh asnjëherë ti vësh drut stiv atje kjo xhaku, sepse këtill është mënyra të menduarit dhe të vepruarit të paktën e njerëzve në këtë lloj profesioni. Që duhet të përballen me diçka, ta mësojnë. Është praktika përballë teorisë që duhet të prevalojë në një moment caktuar dhe që ta qysh veten tatë jam i zoti për këtë punë. Kështu shumë njerëz duhet ende të praktikohen. Unë kështu e mendoj. Edhe ata që shërbejnë, edhe ata që pretendojnë të shërbejnë në të ardhmen. Praktika të bën me vërtet mjeshtër. Jemi në rrugë të drejtë? Jemi në përmirësim të shërbimit, në vazhdimsi të kësaj? Mendoj që jemi në rrugë të drejtë. Pra, në një farë mënyre, duke ecur, po ja marrin dorën. Është si puna e një individi që përsa ka mësuar bicikletën, makinën, notin, diçka. Është praktika të bën mjeshtër. Praktika do të thënë të bën që sepse ka dy karaktere. Shiko, ka dy karaktere. Karakteri i parë është ta thash ai pragmatisti, ai personi që ka përcen
hapat shpejt e shpejt. Do të ngjisë shkallët. Më kupton edhe sado praktik që të bëj ai, sa më shumë praktik që të bëj, aq më shumë do të doj t'i bjer i shkurt gjërave. Por kemi edhe personin që smushen ndonjëherë. pikërisht pra ai mëson 2 llafe dhe ato 2 llafe i thot në përjetësi. Kemi edhe persona të cilët asnjëherë nuk heqin dorë nga i fëmia i brendshëm i tyre. Kush është? Ai një fëmijë kureshtar që secili e ka. Dhe ai shfleton për ditë, edhe ai shikon video shërbimi si është këtu, si është në Greqi, si është në Turqi, ose kush ka dhe xhepin. Niset, ikën një herë në Turqi, ikën një herë në Greqi, ikën një herë në Rivierën e Francës, që është perlë më vete. Ikën pra në disa vende për ta parë në veten e parë se si është shërbimi. Gjithmonë me mendje të hapur. Pra jo me dëshirën për të paragjykuar ti, që ua ne jemi fundi botës, këta pas kanë prekur qiellin, se tek e fundit nuk ka asnjë ndryshim në thelb. Ndryshimin e bën njeriu. Pasuria tek e fundit e një biznesi, ose pasuria e një shërbimi elitar, më kupton se po si refreni shëmtut ky. Është pikërisht se sa të afti ka ata individ që ushtrojnë zanatin, ushtrojnë punën. Më kupton? Ata njerëz praktike ka bërë mjeshtër. A e kemi ne akoma këtë konceptin e ksenocentrizmit që shohim tjetrin si më lartë se sa vetëm. Po, vende varet. Ka plot njerëz këtu në Shqipëri që mendoj kanë arritur një lloj tenori ose një lloj mirëqenie të tillë. Duke parë edhe jashtë, eksperiencët normalisht është ajo që të ndikon jashtë mase dhe nuk e kanë humbur pak atë diferencën në mes produktit shqiptar, shërbimit shqiptar, akomodimit e tjerë, shqiptar krahasuar me jashtë. Duhet jemi të vetëdijshëm, koshient që ka një diferencë, pa diskutim që ka, por që neve nuk mundemi të dekurajohemi prej kësaj. Jemi akoma, të thash, në të fazën që po mësojmë mjetin, dhe kur ta zotrojmë me vërtet, atëherë do shikojmë edhe ndryshimin. Për momentin, jemi mendoj në rrugë të mirë, dhe atë diferencë plot njerëz akoma e vërejnë, por ajo ksenofobia mendoj bie për arsye sepse plot njerëz tani kanë arritur edhe një lloj gjendje të tillë financiare që thotë ok, nuk e kemi arritur këtë vit, ama vitin tjetër, unë domethënë jam i gatshëm që të shpenzoj dhe diçka dhe që do ta arrijm. Unë mendoj që industria, jo vetëm industria e turizmit, por industria në përgjithësi e çfarëdo lloj fushë, sfere etj. Është në rrugën e duhur të progresit, për aq kohë sa është e pasur me njerëz optimist dhe me njerëz ndrimtar dhe ata njerëz që me vërtet shpresojnë. Në qoftë se ne kemi një industri të gufuar me njerëz që një njerëz të cilët janë pesimistë apo shikojnë gjërat gjithmonë gjysmë bosha të gotën, do kemi gjithmonë probleme. Pra, mendoj që për të të rënë shkurt edhe për të të dhënë përgjigjen në asaj pyetjes tënde, që ka plot njerëz që tashmë kanë hequr atë vellën e madhështisë së imagjinare të gjës së huaj, po. Mendoj që e shikojmë me objektivitet mjaftueshëm. Po këtë pjesën e traditës e kam shumë e merak, ndaj të pyes me që i brendshëm. Do ta ruajmë, a duket se traditës në të gatuar, cilën traditë? Në të gatuar, në arredim, në mikpritje. Atëherë ne kemi aktualisht të paktën 2 qytete që janë qytete muze. Gjirokastra është ka qenë që në sistemin e shkuar dhe janë të dyja në UNESCO. Ato vlerën e kanë pikërisht tek tradita e të strukturuarit të qytetit, tek tradita qytetare e të komunikuarit, e të jetuarit, e të gatuarit, e të përcjellit të këtij lloji shërbimi që është relativisht i ri, pra mikpritja, ne kemi pasur vetëm brenda shqiptarit. Tashmë mikpritjen ne ke edhe për një person i cili nuk është mësuar me këtë lloj temenaje në thonjza.
Pra, dhe edhe këtë lëgje neve po e absorbojmë për ta bërë tonën në mënyrën tonë, pra jo të marrim një shablon të huaj dhe të shërbejmë në atë format, por brenda traditës të jemi të gatshëm që të pasurohet edhe më tej tradita, pa humbur. Pa e Pra, shëmbuar. kjo është përgjigjja jote, që mendoj që tradita do ruhet e pasuruar. Kemi, për shembull, shtëpi të ndërtuara rishtas në Gjirokastër, që nuk kanë qenë aty ku janë sot, të cilat kanë të strukturuar brenda vetes shërbime të ndryshme, spa, masazhe, pishina etj, që janë moderne, por strukturalisht ajo është një godinë e bazuar në kullat tipike të Gjirokastrës dhe kullat tipike të Beratit, strukturat për cilën unë po flas është konkretisht në Gjirokastër, dhe ajo është, më kupton, e përshtatur në kullat tipike të Gjirokastrës ose shtëpit karakteristike të Gjirokastrës. Pse në vizoj fjalën kulla? Kemi parasysh një diçka në lidhje me strukturën e shtëpive gjirokastrite, të cilat në katet e para të tyre janë të strukturuara padritare, në formatin e kullës. Ne themi gjithmonë që ruhet një lloj arkitekture otomane ose osmane. Dhe këtë lloj arkitekture ne nuk e gjejmë vetëm brenda territorit të Shqipërisë, e gjejmë edhe jashtë, por këtu në Shqipëri e gjejmë Gjirokastër, në Berat, në disa zona në Elbasan dhe në vende tjera këtu në Tiranë për shembull. Kemi siç është shtëpia Sarajt e Totanëve dhe disa shtëpi tjera që janë të vjetra. Është. Fatmirësisht. Por nuk është më tipikja. Më tipike e kullës shqiptare që fillon deri në katin e parë si një strukturë arkitekturë tipike shqiptare dhe shumë e vjetër, pasurohet më tej me atë që njihet si arkitektura e sjell, pra ose e fryma e osmane, e të bërit shtëpi e të ndërtuarit, që nuk ishte në absolut një shpikje osmane turke, por vetë arkitektët vendas, domethënë morën një shembull, ata arkitekt pra që kishin udhëtuar, morën një shembull se si mund të ishte ndërtimtaria dhe e bën edhe ato. E sollën në formatin shqiptar, pra dhe në vetë kjo është një ruajtje e traditës. Deri në katin e parë, ato shtëpi janë gur, padritare, mbahen për zairet ose ato që janë ushqimet si dhoma frigoriferike. Ujë apo me, domethënë në përgjithësi nuk rreth dielli dhe e mban atë ftohtësinë ose një temperaturë relativisht të ulët në krahasim me pjesën tjetër. Edhe kjo është për të theksuar që është një ruajtje pra e traditës, qoftë edhe në ndërtimtari, e cila realisht e shohim, siç e thash edhe një herë, të pasqyruar dhe në ndërtesa që janë moderne, pa e humbur strukturën karakteristike, por me shërbime të brendshme që janë moderne, siç janë spa, pishina, shërbime të ndryshme etj, që janë të modernizuara dhe në stil koherent. Sipas nevojave aktuale po. Normale. Si e shikon këtë lëvizje në fundit të kryeministrit për koncertin në aspektin që po zhvillohet sot në aspektin turistik? Në aspektin turistik? Po. Po mendoj që në aspektin turistik është dashur që të krijohet një lloj kartoline për Shqipërinë, që është deklaruar pra që dështoj, sepse ai deklaroi publikisht, për nuk janë sekrete këto, është deklaroi që është një sasi X, një treta pra e kapacitetit përpunues të atij stadiumi që ngrehet, janë shitur dhe pjesa tjetër do subvencionohet nga një fond emergjence për t'i bërë nder Shqipërisë në një farë mënyrë e cila do përfitonte një sasi X që mua më duk gjithsesi e egzageruar pak, por që nuk jam për ta gjykuar sepse realisht nuk është në kompetencat e mia. Unë mendoj që ky lloj koncerti me atë lloj artisti edhe mund të ishte shmangur ose mundet që të kishin ndërtuar
një marrëdhënie me një artist tjetër i cili është pak më afër kulturës shqiptare dhe do kishte me vërtet atë pjesëmarrje që ato parashikuan. Se sa të merre një person që ka një pafundësi debatesh mbrapa dhe mbi shtëpinë, kontrovers në ekstrem për disa çështje që janë shumë delikate për të diskutuar. Dhe megjithatë u luajt kjo karta e turizmit, okay. Atëherë shpresojmë, sepse është ende pa u zhvilluar koncerti, shpresojmë që ai koncert të plotësoj pritshmëritë, për cilat unë dyshoj, dhe shpresoj që ajo shifra për të cilën neve dëgjuam se pret tashmë të argëtoj Shqipëria, të argëtohet. Them këtë për arsye sepse është një sipërmarrje e cila u nis si diçka private dhe mori një subvencion serioz shtetëror, pra për t'i bërë nder imazhit të Shqipërisë, luhet pra një kartolinë ndërkombëtare, duke e futur tashmë më në fund Shqipërinë në hartën koncertore të emrave të mëdhenj të fondit të artistëve botror, por në anën tjetër për të fshehur një lloj fiaskoje ose një lloj blofi që me sa duket në një mënyrë apo në një tjetër këta persona që janë në pushtet ose që i japin vetes pushtet përmbi koncertin, duan t'ja delegojnë në një antireklame që i qenë është bërë këtij aktiviteti nga protesta që ka 42-43 ditë sot, që po zhvillohet. Në aspektin e turizmit, Lorena, unë mendoj që kjo do jetë thjesht një diçka. Është një flusk. Është një diçka, një element shtet. Për më tepër ai nuk dinte dhe vendodhin se e pash pak më parë e kishte vendosur dhe vendodhe sikur ishim në Turqi. Domethënë koncerti që domethënë nuk i hy këtyre gjërave sepse unë dua të mbroj atë që është pjesa jonë. Nuk merrem domethënë që të mundet të diskutoj gafat. Po diskutoj nga ana që sa efekt ka kjo si karem për turizmin. Kjo domethënë do sjellë disa njerëz për një periudhë të shkurtër kohore. Dhe është një diskutim goxha i gjatë, më kupton, ai thot neve do investojmë një 4 milion euro, i cili do përkthehet në fund të ditë, në fund të aktivitetit në 100 milion euro për këta 60.000 persona që do marrin pjesë. Kur 20 e pak prej këtyre janë të huaj, dhe pjesa tjetër, sipas të dhënave që janë publike tashmë do merren nga gjimnazet e Tiranës, do afrohen ata persona që janë me nota të shkëlqyera nxënës të ekselencës, më the thash, janë aktivizuar mësues për këtë punë, dhe administrata do shkojë masivisht për ta plotësuar atë. Nga ky numër prej, le të themi rrumbullak 60.000 persona, tani mos më let gaboj unë në matematikë, duhet që të shpenzojnë 5.000 euro se cili nga këta, në Shqipëri ose 6.000 euro diçka, që të mund të bëhet një shifër afër asaj që është kërkuar, që është pretenduar se të fitojë Shqipëria për 100 milion euro. Këta student do investojnë 5.000 euro. Do shpenzojnë, jo. Të administratës që presin rrogën në fundin e muajit, do shpenzojnë 5.000 euro në Shqipëri që të mund të bëhet një e ardhur e këtij lloji niveli. Mua më duket pak absurde. Ndoshta nuk jam unë ai që i kam të gjithë letrat edhe nuk jam i qartë unë me burimet alternative që mund të sjellin këta turistë, por që ka shumë diskutime edhe ka shumë gafa të njëpasnjëshme, më kupton? Ky, siç theti për këtë çështje e piketës si u vendos në Turqi, plot gjëra të kësaj natyre që janë hyrë pak ke qesharaket. Dhe që të diskutojmë këto është gjithmonë në një farë mënyre një gjysmëpërbaltje e vendit tonë, gjë që unë nuk do të hyj në atë lloj terreni. Dhe
Po them që në lidhje me turizmin, ky lloj koncerti do sjellë disa njerëz. Të përkohshëm? Po turizmi është gjithmonë Jo, sezonal këtu ne akoma. Nuk është i e kam fjalën të përkohshëm që do vinë edhe nuk është se do sjellin ndaj U feedback. shpresoj, ne nuk shikojmë në të ardhmen sepse si jemi magjistar. Unë mendoj që do sjellin një kategori njerëzish që do shpenzojnë 2 lekë, por jo për Shqipërinë, por do t'i shpenzojnë pra për artistin e zemrës tyre dhe kaq. Pra kjo shpresoj që të jetë fillimi i një lloj tradite ku emra të mëdhej më në fund do vinë në Shqipëri dhe kjo do jetë me vërtet një diçka. Po shpresojmë që të vinë jo më nga xhepat tona ato të ardhshmit. Po pra sepse kemi tashmë traditë që subvencionojnë aktivitetet ndryshme të artistëve, qoftë edhe me emër, por që nga parat e një fondi emergjence që mund të kanalizoheshin diku ku realisht ishte me vërtet e nevojshme. Kjo është pak a shumë një përgjigje që mundet të t'japën ty në lidhje me pritshmit e turizmit. Tash dua ta mbyll të kapitullin e turizmit, po para se ta mbyll, ka ndonjë gjë që ti do ta specifikosh që të shqetëson ose që e quan për mirë, ndoshta ajo shqetësuese në turizmin përgjithësi? Po besoj që ne i diskutuam ato që janë piketat kryesore, pastaj turizmi në absolut nuk ka fund sepse çdo ditë të sjell një situatë të re. Unë do inkurajoja tek çdo operator turistik, tek çdo individ në vete, që të mund të pasuronte veten, pikëpari, të mund të pasuronte leksikun, qoftë në të gjuhën amtare, pra shqip, qoftë edhe në gjuhën që ai e lëvrin shërbimin e vet, dhe të mundet jo vetëm të pasuroj fjalorin, por të mundet që të pasuroj veten e vet si shpirtërisht, mendërisht dhe të jetë sa më mendje hapur dhe të jetë në një farë mënyrë sfungjer për informacion të mëtejshëm, sfungjer për një mënyrë të bërit gjërat çdo ditë edhe më mirë. Jo për hir të një servilizmi që ne detyrohemi në një mënyrë a në një tjetër industrisë, por më së shumti që ti të mundet që të spikazësh si një profesionist, që të mund të spikazësh, le të themi, si një aktivitet privat, si një biznes, ti duhet patjetër që të pasurohesh dita ditës, pra të mos e trajtosh turizmin si një destinacion, por që ta trajtosh turizmin si një proces, si çdo gjë tjetër në këtë jetë, është proces. Ti nuk mund të thosh që hapa një hotel unë sot, mbaruan tani angazhimet e mia. Jo. Ti e fillove tani hapin e parë. Tani ti po përfshihesh në procesin e turizmit që është komplet tjetër nga struktura e betonit dhe nga pishina me ujë ftohtë që ti ke aty para. Ti tashmë do merresh me psikologji. Ti do merresh me komunikim. Ti do merresh me PR, do merresh me marketing, do merresh me shërbim në të gjithë suazën e vet të fjalës, në të gjithë shtrirën e vet, në të gjithë diapazonin e vet të shërbimit. Ti je imazhi. Ti je si për mirë dhe për keq ajo që vizitori shikon. Dhe në këtë prizëm do të nënvizoje që çdo njeri duhet të konceptoj turizmin si një ecuri dhe jo si një etapë përmbyllëse, pra një destinacion, por një proces. Proces për mirësimin. Proces që dita ditës duhet që të heqi dorë nga vesi i stagnacionit dhe të përqafoj atë le të themi virtytin ose forcën e madhe të dëshirës për të bërë një hap përpara. Një ndryshim, një diçka. Kjo është, mendoj unë, që ti të kesh vitalitet ose gjallëri të brendshme. Mos pëlqesh gjithmonë të rehatin edhe të ulesh edhe të rish shikosh se çfarë ndodh vërdall, po ti je spektatori asaj që ndodh. Pra, domethënë, mos jesh personi që ulesh aty tek pjata ndasëm edhe okay, do kërcejnë ato, ti je ti protagonisti që ta marrësh vallën. Kjo është jeta jote, nuk do vi njëri tjetër të bëj qef për ty, ta jetoj për ty. Kështu e mendoj, edhe turizmi në vete i këtill është proces.
nuk mbaron, nuk mbaron këtu shërbimi. Shërbimi ka dhe një kleçk tjetër. Po sikur të vëmë diçka këtu, po sikur të bëjmë diçka atje, po sikur të japim këto, do jetë kjo me efekt, pa efekt, si mund ta bëjmë ndryshe. Ka plot gjëra që ka një seri njerëzish, stafe të tëra njerëzish që i mendojnë që si mund ta bëjmë ne një shërbim ndryshe këtë vit. Si mundet që të pozicionojmë, nuk e di, çdo objekt në hotelin tonë, ose si mundet neve sot ta nisim ditën me këtë grup që kemi për të shkuar të në Berat, për të shkuar në Apollonia etj. Pra të mos jetë një standard që ke mësuar përmendesh dhe ec me atë. E para sepse bajatesh për zbrëndshme, dhe e dyta është sepse realisht ti të fillon domethënë që të konsumoj puna që ti e bën në mënyrë repetitive të amortizon. Puna që ti e bën në mënyrë proaktive, se s'po më vjen një term në shqip, por që ti angazhohesh, përfshihesh në të, dhe do gjithnjë të japësh diçka ndryshe, diçka të re, ajo është që të rigjallëron dhe jep shenja jetë edhe ti tek e fundit. Nuk je pajisje, je njeri. Një punë që e bën me emocion. Po, absolutisht, duhet të përfshihesh, domethënë është pasioni që e përbën njeriu. Nuk është as interesi, as një gjë tjetër, përpos se ti jetën tënde e zbukuron vetëm përmes njerëzve të tjerë dhe përmes pasioneve që juve ndani me njëri tjetrin. Kjo është për mendimin tim diçka shumë e rëndësishme për të kuptuar edhe në industrinë e turizmit, por në përgjithësi edhe në industrinë e shërbimit. Çdo lloj profesioni kjo pjesa e fundit. Sidomos tek shërbimi është absolutisht, sepse njeriu konsumohet pasi fakt po mëson përmes jo, ti duhet që të kërkosh një diçka tjetër, shiko mundësi tjetër, ose thjesht pozicionon këtë tavolinë diku tjetër, dritën ndryshe diçka tjetër dhe do shikosh, po edhe kjo funksionon, edhe kjo bën. Pra, mundohu që brenda vetes tënde të ridimensionohesh, le të themi, ose atë shërbimin tënd, hotelin tënd, kompaninë tënde e ridimensionon. I jep një frymarrje. Nuk gjen vendin aty dhe bie përmbys edhe kaq. Ky është realiteti im tani jam bravo, jo. Kërko diçka. Qoftë minimale, në një frymarrje tjetër, një ajër tjetër, është shumë e rëndësishme. Tani si bashk luftëtar që të kam prej 42 ditësh. Po, jemi bërë veteran. Në protestë. Edhe është e lezetshme se dhe protesta na ribashkoi mas gjithë këtyre viteve. E rigjetëm. Shumë e vërtet. Eksperjenca ime tek protesta është interesante. Shpalosi që gjithë këndvështrimet që ke aty mbi proteste. Unë do shpalos modestisht eksperiencën time dhe aty ka çdo gjë të mirë, të keqe, të bukur. Ndër herët e para që unë u përfshija në protestë, ka qenë dita e parë, por që nuk ndeta shumë, kam qenë me një kushërinë tim dhe rastësie, domethënë na vuri kontakt me disa miq gazetarë, më thash, do vish herën tjetër, do vish nesër, thash. Të nesërmen ka qenë goxha voluminoze protesta dhe ajo që mendova brenda vetes time është kjo, kam me vërtet kaq shumë vite që nuk po heci në rrugë Kavajës, më mes rrugës, kështu thjesht pa e vramendjen edhe në mes njerëzve. Kishte impakti. Pastaj kam shëtitur zonën e bllokut e vërdall në mes të rrugës, në këmbë, gjë që s'ndodhte prej 10 vite. Po, është edhe ajo kënaqësia që të ecësh në rrugë makinave. Ndjesia, domethënë që ti pa pasur merakun. Që ti po shëtit qytetin tënd edhe në këtë lloj mënyre. Pastaj një ditë më mbrapa ka qenë që me vërtet isha tek pull ditën tjetër. Se ditën e parë isha me familjen. Tek pull nga njerëzit e njohur, se realisht atje nuk jemi tek pull, atje jemi i komunitet. Jo vetëm që nuk je vetëm, po je i mirë shoqëruar. Pra unë mendoj që në atë protest, përpos personave të urdhëruar politikisht, ke një kategori shumë të madhe njerëzish që shumë vetë ai konsideronin deri dje si elektorat
gri dhe sot i konceptojnë si armiqt të shtetit. Janë qytetarë, janë Një njerëz kalim statusi kështu. janë njerëz të cilët realisht janë lodhur në një mënyrë apo në një tjetër nga mënyra e të bërit shtet, nga mënyra e të bërit qeveri, nga mënyra e të bërit të rregullave në mënyrë arbitrare. Dhe kanë dalë aty për të thënë atë që duan të thonë, dhe është e drejta e tyre në absolut. Aty ke njerëz të cilët le të themi mendojnë politikisht majtas, mendojnë politikisht djathtas dhe i ka bërë bashkë një hall i përbashkët ose shumë halle të përbashkëta. Mes këtyre le të themi edhe impakti që patëm tek ajo videoja e shëmtuar e personit që u tëroi çfarë, ajo ishte me vërtet një shkëndij që i vuri le të themi flakën benzinës. Unë personalisht atje nuk kam dalë as me ndonjë flamur, as me ndonjë banderol, as me ndonjë meme, As me ndonjë status. unë nuk kam dalë që të çudis njerëz, unë nuk kam dashur për 1 miliard arsye që të tërheq vëmendjen tek uni, tek personi im. Kam arsye që ti i di. Unë kam dalë aty me Elis. Unë protestoj me mish edhe me shpirt, me veten time, me zërin tim, pa vuvuzela, pa bilbila dhe pa asgjë. Unë jam aty, edhe sikur vetëm një njeri tjetër të jetë, unë të protestoj. Protesta ime është me mish dhe me shpirt. Unë protestoj për familjen time, për të drejtat që neve në ndër vite na janë mohuar për të gëzuar një jetë normale. Normalisht jam aty, po ta filloj nga gjërat më bazike, nga im vlla, që ishte dhe mbetet një njeri i shkëlqyer, por që për arsyet e një sistemi totalisht të politizuar u largua nga puna dhe mori rrugët, pavarësisht gjithë sakrificave, ai është atje ku është tani dhe punon dhe jeton normalisht, por që unë e kam larg, u bën 11 vjet, diçka. Kemi domethënë këta prindër që janë, siç ta thash, pa qef, detyrohen që për një shërbim X apo Y të shkojnë jashtë, dhe për plot probleme, duke filluar nga arsimi, duke filluar nga shëndetësia që po e ritheksoj, ke drejtësia, okay? Dhe rendi. Këto janë 4 kolona e dashur që Për të bërë një jetë normale. janë 4 kolona që janë të batuar. Shëndetësi, drejtësi, rendi publik, pra policia, okay? Dhe çfarë ishte tjetër se më miku tash? Dhe drejtësia, pra. Kjo është arsimi, se më shpëtoi kjo. Dhe arsimi. Këto janë gjëra që po çalojnë. Këto lloj gjërash po çalojnë pse? Sepse në të gjithë instancat, ti sa më lart që të përshkallëzosh, aq më shumë njerëz të politizuar do gjesh. Dhe kjo nuk është e shëndetshme për sistemin. Jo detyrimisht çdo person që është afër një X partie ose afër një personi me pushtet vlen për që mësues. Jo detyrimisht një person i cili është po në këtë pozita vlen për të qenë doktor, avokat apo inxhinier apo nuk e di. Sepse këto janë personat të cilët janë përgjegjës për pasoja marramense, brezat të pafund që po përcillen me gjysmë njohuri. Breza pafund që po përcillen me një drejtësi të cunguar. Breza pafund që kanë frikë të dalin nga shtëpitë e tyre sepse rendi nuk është në atë nivel që është, ai është në kërkim, ai jeton i lirë. Etj, se nuk të kap shembull konkret se i bitrin gjithë natën. Por për mua këto 4 kolonash janë duke u tundur goxha fort. Këto e përbëjnë pra në strukturë jetën normale në Shqipëri, edhe në Europë dhe kudo. Ku ti ndihesh i cënuar, i bie telefonit, vjen policia të përgjigjet. Ku ti ndihesh pa qef, merr në telefon, të vjen ambulanca. Ku ti realisht do të shkollosh fëmijën edhe s'ke nevojë të
shkosh diku tjetër për të. Pra, këto janë gjërat të cilat duhet të ndryshojnë. Kjo është në thelb arsyetimi im sepse njerëzit duhet ta thonë të tyren. Te kryesorja është kjo. Të kemi një demokraci të zbatuar ashtu siç është shkruar. Pra, një demokraci është vullneti i popullit. Vullneti i popullit është ky, që ti do të rish në pushtet 4 vjet, 8 vjet, dhe më tej të largohesh. Pse? Sepse në një mënyrë apo në një tjetër është vërtetuar që pushteti politik është narkotizues. Ndikon dhe përmes studimeve kam lexuar që ndikon jo pak tek truri i njeriu, tek vetë kënaqësia, tek vetë mjaftueshmëria dhe më tej ti kalon nga pushteti. Një dehje ose një delir i cili është i papërballueshëm edhe nga burrat më të mirë, siç ka thënë Balzaku. Pushteti mundet që të sprovojë dhe burrat më të mirë. Dhe kjo nuk është thjesht një shprehje frazeologjike kështu letrare, por ky është fakt që ne po jetojmë sot dhe kemi jetuar jo vetëm me këtë lider që është aktual, por edhe me lider para këtij, persona të cilët e kanë të zorshme që të shkëputen nga pushteti, e veshin karriken e pushtetit siç veshin xhaketën, edhe e kanë shumë të vështirë pastaj ta heqin sepse rriten brenda kësaj xhakete sa ajo do t'i griset në trup. Po. Më kupton, ose do t'ja heqi dikush, me ndihmën e dikujt ai mund të shpëtojë nga kjo xhaketë pastaj. Kjo është pak a shumë qëndrimi që kam unë, është qëndrimi i një qytetari të thjeshtë. Unë jam Elisi. Nuk jam i pozicionuar as i kundin në asnjë lloj partie, por jam i mbështetur vetëm tek kolona ime. Nuk jam person i cili e tund kokën në ritmin e muzikës së shefit. Ata që e tundin kokën ke ritmin e muzikës së shefit janë të tjerë njerëz. Ata kanë nevojë vetëm për atë muskujt e qafës dhe nuk kanë nevojë për shtyllën kurrizore. Kurse unë kam nevojë për shtyllën kurrizore. S'kam se si tjetër ndryshe. S'kam ku mbështeten. Thjesht njeri, qytetari thjesht. Si e shef ardhmen e protestës? Ardhmja e protestës është që protesta nuk do shuhet derisa të plotësohen të gjithë konditat, kushtet, kërkesat. Je pozitiv në këtë? Absolutisht. Unë në vete jam një person optimist. Mendoj që buzulla e njeriu duhet të rrahi nga optimizmi, sepse neve si njerëz, në pikpamjen time, opinioni im ky, jetojmë përmes projeksionit që kemi për veten dhe për jetën. Sipas opinionit tim, aty ku e orientojmë timonin, aty do shkojmë. Pra, timoni është mendja. Në rastin se ti e projekton veten tënde tek dështimi, e ke shumë afër. Në rastin se ti e projekton veten tënde tek suksesi, e ke shumë afër. Është absolutisht, për mua të paktën si njeri, është absolutisht e provuar. Në qoftë se ti person je një brum i pozitivitetit, s'ka rrugë tjetër vetëm pozitive. Nëse ti je brumos vetëm me negativitet dhe me shpresa të humbura, me ëndra të thyera, me nuk e di se çfarë, atëherë do dështosh ose do përpiqesh derisa të ngrysësh ditët pa sukses. Kjo lloj proteste është e ëndrrimtarëve. Është strukturim i njerëzve që duan ta projektojnë Shqipërinë e re. Dhe brenda kësaj lloj Shqipërie të re që është një lloj slogani shumë i bukur, ata fusin ëndrat e tyre, fusin projeksionet e tyre për të jetuar brenda një demokracie të vënë në zbatim. Kjo është një demokraci që vetëm nominalisht është e këtillë. Duhet edhe të vihet në zbatim, të ketë rotacion politik, të mos identifikohen partitë politike përmes një individi ose 2-3 individëve dhe kaq, por të ketë një strukturë të gjallë, një strukturë aktive. Dhe nëse nuk është kjo strukturë aktive, atëherë le të zhbëhet ai lëvizje apo ai formacion politik, nuk është turp. Formacione politike bien edhe ngrihen kudo në botë. Nuk janë biznese që duhet luftojmë neve falimentin. Jo, falimentoj sepse mendimet tona nuk përpudheshin më. S'mundemi neve të kemi një lider të përjetshëm sepse nuk është e shëndetshme
Pikës pari për atë person, kushdo qoftë. Dhe pikës dyti, që është më rëndësishme për njerëzit, populli, shoqëria. Jeta sociale vuan. Personat X, Y nuk janë fare me këmbë në tokë, janë në pozicione larg mendërisht, fizikisht dhe gjithçka ishte. Janë të pozicionuar shumë larg përditshmërisë së njerëzve. Mund të jenë aty fizikisht, por jetojnë në hipokrizinë e tyre. Dhe binden sepse pushteti të de, e thamë edhe më parë. Pushteti ka këtë efektin narkotizues, ku ti fillon mendon se idetë tua janë të pakundërshtueshme, sepse je ti monarku dhe të tjerët janë thjesht subjekti jot, janë nënshtetësit e tu, dhe vullneti jot funksionon vetëm në bazë të kësaj bindje që ti ke gjithmonë të drejtë. Jo, unë jam shumë pro njerëzve që kanë pa lëkundshmëri. Nuk jam ke njerëzit e lëkundur. Nuk besoj fare këta që janë me 2-3 mendje. Ama që njerëzit të mësojnë të hapin krahun, atëhere kur realisht kjo palëkundshmëria nuk po mban më. Pra ky stoicizmi është thjesht i shtirur dhe teatral, atëhere domethënë ti ke tregu që je me vërtet lider. Okej, unë gabova, unë nuk e mbajta dot timonin. Ashtu siç desha dhe ashtu siç thash se do ta mbaja. Ju gremisa, më vjen keq, është koha të iki. Për mua, e rim përmbledh edhe një herë iden, protesta është e njerëzve pozitiv. Është e qytetarëve, e atyre që luftojnë me zënë në kup qiellit për këtë vend dhe që nuk kanë për të heqë dorë asnjëherë. Ajo është një vizion që mund të ketë njeriu, është një aspirat, nuk preket. Ti e ke thjesht fiksuar në mendje që unë do arri këtë lloj gjëje. Aspiratat kështu janë. Dhe këta njerëz e duan Shqipërinë e re, e duan kështu siç është, por e duan me një lloj administrimi të ri. Nuk mundemi neve thjesht të jemi punëtor dhe të derdhim djersën tonë, dhe djersën tonë ta gëzojnë. Ta gëzojnë njerëz të cilët janë në abuzim krye kaput me çfarë do lloj norme të mendueshme nga një njeri normal. Kjo është ajo që realisht e përbën protestën sot. Ka plot njerëz që duan të fusin element që duan domethënë në një mënyrë virtualisht të fusin tentakulat, të kapin apo të bëjnë, por nuk ka për të ndikuar dhe për këtë jam më se i bindur. Njerëzit vetvetiu distancohen nga këto lloj dukurish, nga këto lloj formalizimesh kështu si nën rrogoz apo nuk e di se çfarë. Unë nuk besoj dhe nuk kam dëshirë domethënë që të përfshihem në këto makinacionet që duan të kontrollojnë një vullnet që qartazi është vullnet popullor, është një vullnet qytetar. Ata duan të dalin aty dhe do dalin aty derisa të plotësohen kushtet, jo kushtet minimale, por derisa ky person të mos jetë më në pushtet dhe derisa komplet sistemi të marrë një ripërtëritje të kaq shumë pritur. Pra që njerëzit të mos funksionojnë vetëm në bazë të mikut, shokut, të një nepotizmi që sot duket tepër i shëmtuar. Po të pyesësh ata që sot janë nga 25-26 vjeç, të japin, në thot popull, të japin ujë në bishtë të lugës. Ka një lloj ftohtësie mendimi që unë admiroj. Që unë s'kam për të arritur kurrë, që unë jam brenda kornizave dhe brenda thonjzave të mia në çdo moment të ditës. Këta lloj njerëzish që po rriten sot ka një tjetër lloj botë kuptimi. Mundet që t'i flasin ato fjalët gjys shqip, gjys anglisht, është defekt që vjen me këtë gjithë në çdo vend, nga konsumizmi i rrjeteve sociale të Evropës e ka këtë problem, por që ndërgjegja e atyre lloj njerëzve është për t'u admiruar. Dhe tek e fundit është e drejta e atyre që të pozicionojnë politikisht kundra teje, pro teje. Kjo është demokracia. Ama vullneti është i përbashkët. Pra, këta lloj personash që dikur kanë qenë kundra teje, pro teje, nuk e di se çfarë, sot
janë kryqëzuar pra idetë e tyre, qëndrimet e tyre dhe kanë këtë kërkesë që unë mendoj që qëndron. Nuk ka asnjë lloj njeriu i cili meriton të ri në përjetësi, në pozita pushteti, dhe nuk besoj që ka një sistem i cili në këtë lloj nivel korruptimi të mundet ende të ketë pretendime në ligjshmëri, në legjitimitet. Nuk besoj që qëndron pavarësisht se këto me artific. Se si e thonë, ka dalë korrupsioni sheshi, tashma nuk fshet, ma. Është një diçka që nuk po e themi neve sepse këtu kemi qef që të hedhim balt, por ka dokumente të cilat aktualisht janë marrë përsipër nga struktura specializuara dhe dosja e të gjithëve bashkë mund të jetë sa është shtrirja e bulevardit, sa është 3 kilometra e kusur. A ndikohesh ti nga numri pjesëmarrësve në protest? Në kuptimin që kur e shef që sheshi po të kurrët. Po të kurrët. A të ndikon kjo që të dalësh? Personalisht jo, nuk më ndikon që unë të dalë ose mos të dalë. Unë mendoj që statistikat janë thjesht çështje interpretimi. Dhe e vërej që ka një të kurrje, por asnjëherë nuk jam demoralizuar për këtë deri në pikën që unë nuk kam për të dalë më. Unë kam për të dalë derisa të ketë një frymë reale dhe qytetare ajo protest, dhe besoj dhe mendoj që ajo protest ka për të arritur qëllimin e vet. Kjo nuk më ndikon mua numri, se sa më ndikon cilësia e mendimit dhe cilësia e qytetarisë së shpërfaqur në atë lloj proteste. Një protestë që shkoi gati 1 muaj edhe nuk ishte thyer asnjë çam dhe ndodhi në datën 4, mbaj mend, në 4 korrik, ku pati një përplasje tek rajoni numër 3, ishin disa, me sa mora vesh, persona që u përplasën, u thyen xhama diçka. Por deri në atë pikë, qoftë edhe një xham i vetëm, nuk ishte thyer. Pra gjatë gjithë këtij kalvari ku përfshihen miliona njerëz. Është treguar fakt një qytetari për tu marrë shembull. Pikërisht, kjo është një lloj gjë që ka ndikuar edhe tek turizmi. Për arsye se ne kemi pasur plot mesazhe, kontakte edhe në një mënyrë apo në një tjetër edhe ata personat që ne kemi përcjellë në përture të ndryshme nëpër Shqipëri kanë pyetur me interes dhe ju është thënë që protesta është tejet paqësore dhe ata kanë thënë jo, ne e dim që është paqësore, ne duam thjesht të shprehim këtë lloj shenjë respekti që ne kemi, këtë lloj solidariteti dhe disa kanë thënë madje në italisht, po thënë noi vi adoriamo. Italian kanë qenë, ne ju adhurojmë për këtë lloj gjë që po bëni, pse edhe në Itali deri diku nuk janë shumë fort dakord me atë personat që po mbajnë pozicionet të kyçe në ekzekutiv. Dhe nuk po bëjmë asnjë gjë. Pra juve keni dhënë shembullin që ka edhe kështu. Ka edhe kështu pikë. Dhe kjo është një diçka e cila përkthehet, le të themi, në industrinë tonë si një tregues që nuk ka për të pasur një rënje, të paktën jo prej protestës, të frekuentueshmërisë së Shqipërisë nga turistët apo nga vizitorët të çfarëdo lloj niveli. Përkundrazi, pra shumë njerëz janë solidarizuar tashmë me këtë lëvizje, është okay. Është edhe në aspektin e industrisë turizmit ku u vunduar në kokë që po neve do na largohen këto turistë sepse do të tremben nga këta protestues çuditërisht paqësor, çuditërisht një pjesë e mirë me një brum artistik të jashtëzakonshëm, me një brum kreativ krijues të jashtëzakonshëm, njerëz që kanë bukuri si fizike po dhe shpirtërore dhe që ke me të vërtet kënaqësi të dëgjosh kur artikulojnë vajza të reja, djem të ri, njerëz të cilët me vërtet vendi ka nevojë, fytyra të reja, ka profesionistë të pafund dhe njerëz të cilët nuk janë mësuar që çdo gjë fillon dhe mbaron tek xhepi im. Sepse ky është mentalitet që duhet ta marrë era shumë shpejt.
Okej. Shumë okej. Po desha të të ngacmoj edhe në një pikë të fundit. Po të bëhet protesta agresive, do merre pjesë? Në qoftë të bëj protesta agresive, duhet të dija arsyet se përse do bëj agresive dhe do merrja pjesë. Unë besoj që në momentin që protesta bëhet agresive, neve si protest, pra po identifikoj veten time me protestën tashmë, do humbasim në atë pikën nevralgjike të numrave që e kemi tani, pse do largohet pjesa më vulnerabël ose më delikate që janë nënat, baballarët, le të themi, gjyshit, fëmijët e tjerë, dhe do ngelet ajo që është një lloj rinie ose një pjesë e cila është pak më pro aksionit edhe pro lëvizjes me forcë. Të thash, unë do merja pikës pari informacionin e kërkuar që përse kjo lëvizje po bëhet forcërisht tashmë, dhe në qoftë se unë do bindesh që është një çështje e drejtë, të jesh e bindur që unë do merrja pjesë. Unë nuk jam një person i cili i tërhiqem përballjeve. Më kupton? Ta thash që në fillim të përshkrimit tim të protestës, unë aty jam me mish, më kupton, dhe me shpirt. Në qoftë se është realisht nevoja për të dhënë edhe këto të dyja, absolutisht pse jo. Për aq kohë sa është një protest e cila ja vlen, atëherë, ose një çështje më saktë, që ja vlen, atëherë unë jam i gatshëm që të sakrifikoj. Qoftë është një diçka e stisur, makinacion politik apo nuk di çfarë, atëherë unë distancohem. Nuk jam prodhunës, në vizoj, duhet theksuar kjo. Nuk kam qenë kurrë në jetën time prodhunës dhe nuk do filloj të jem tani. Ama ditë jemi dhunshëm. Heri kam qenë i dhunshëm i detyruar, dhe herë kam qenë i dhunshëm, sepse realisht nuk kam parë që niveli i ignorantit përballë të ketë pësuar një regres, por progres. Si çdo njeri. Kur s'ke zgjidhje tjetër. Domethënë kur ti e shikon që tjetri e ka ignorancën në një nivel, domethënë që e mbyt atë logjikën tënde, ti pa dashje ndoshta bëhesh edhe viktim e këtij lloji manipulimi që të shtyn ti të bëhesh i dhunshëm. Jam kundra në absolut e nënvizoj, por që për të përgjigj pyetjes provokative, Ja, nuk është. do përpiqesha do përpiqesha që të informohesha në mënyrë të kulluar pse ndodhi kjo, dhe atëherë po do isha përfshirë ndoshta. Mendoj kjo është një nga lëvizjet më të rëndësishme që është bërë vitet e fundit. Kjo është një lëvizje historike. Më kupton? Dhe çdo njeri, çdo shqiptar duhet të jetë pjesë e kësaj, në një mënyrë apo në një tjetër. Më dole aty ku desha të dalë pak, se ne duket sikur s'marrojmë kur kjo lëvizje është kaq historike dhe na cënohen ato 4 shtyllat kryesore që përmendëm më parë. Si ka mundësi që pjesëmarrja në raport popullsie është kaq e vogël? Çfarë ndodh me ato shqiptarët që nuk po zgjohen? Po mendoj që këmbgulja në të ndeturit atje në bulevard nuk është një luks në thonjza që e kanë të gjithë. Njerëzit janë të angazhuar me jetët e tyre private. Njerëzit kanë probleme nga më të ndryshmet dhe jo çdo kush është i predispozuar për një apo për arsye tjetër të përfshihet, qoftë edhe publikisht para kamerave, po gjëra të kësaj natyre. Dhe mendoj... Po e përjashtojmë këtë pjesën me justifikuar. Okej, atëherë them që kjo kohë zgjatja, kaq shumë ditë, është një stërmundim që jo të gjithë e kanë kohën fizike, pikës pari, dhe vullnetin real për ta bërë. Jam dakord këtu sepse falë që do të kundërshtoj, sepse 36 vjet
edhe më shumë ata që kanë jetuar më gjatë se 36, janë të gatshëm që të përjetojnë vuajtjen, agonin, edhe nuk sakrifikojnë kaq ditë ose 1 orësh ose 2 orësh aty, ose jo çdo natë, po 1 ditë po edhe 2 ditë jo. Po me sa duket, këtë drejt. Me sa duket këtë drejt. Që nuk e kanë këtë lloj gjëje. Duhet pas parasysh që ne kemi një kategori të vogël njerëzish që janë të gatshëm të rrisin që nga 0 vjeç deri në 18 vjeç kontingjent emigrantësh. Pra ti e merr përsipër rritjen e fëmijës tënd për ta eksportuar, për ta nxjerrë jashtë, për t'i siguruar një jetë, por jashtë kontureve të vendit tënd. Një individ me paramendim emigrant. Pra, këta njerëz që parimisht çdo 4 vjet votojnë po të njëjtët emra, fytyra, karaktere, praktikisht janë duke i vënë gërshërën të ardhmes së fëmijëve përveç se të ardhmes së vetë. Po të ardhmes së fëmijëve të tyre, pra të, edhe qoftë edhe të një porsalinduri. Qoftë edhe të atyre që s'kan lindur akoma. Ti bëhesh garantor i përsjatjes së këtij lloji sistemi përmes votës që jep. Ose përmes indiferencës. Pra, kjo lloj kategorie është gjithashtu ende për të marrë shembull ose për të parë që ka dhe ndryshe. Këta duhet ende të më thënë jo të edukohen, se nuk ndodh ajo. Do ishe mrekulli që të fute një USB dhe është vonë tash. Jo, nuk ndodh asgjë kundi në botë, është thjesht një ëndër. Njerëzit duhet të përballen me një realitet ndryshe, pasi ta besojnë me gjithë shpirt dhe nuk kanë për të shkëputur më, siç ka ndodhur në Europë. Mos mendo se në Europë kanë ndodhur ndryshimet sa hapen mbyll syt. Kemi pasur një revolucion francez i cili çuditërisht hodhi një mbret dhe ngriti një perandor që është mbreti mbretërve. Pra, Napoleon Bonaparte fillimisht ishte një person i cili përmbysi një monark, por u bëu një krye monark vetë. Historia riciklohet në mënyra të ndryshme, por prej revolucionit francez, pra, ra një mbret. Por sa kaq lindi çfarë? Një dokument i Robespierrit, dokumenti i Kartës Drejtave të Njerëzit, që kemi edhe sot e kësaj dite, është një dokument monumental. Dhe ai, në fund ose në fazat finale të revolucionit, Emmanuel Robespierre, bashkë me Dantonin, që ishin avokat të jashtëzakonshëm, jurist dhe bashkëpunëtor, në njëri tjetrin përfunduan gjithashtu në giotinë. Pse? Sepse pra kishin bërë një ligj i cili në një mënyrë apo në një tjetër kishte përgjakur të gjithë Francën, dhe për këtë lloj gjë dënoheshin edhe ata vetë me vdekje, dhe nuk diskutonte njëri, i morën këmbë dorëzi dhe i çonë në giotinë. Pra, ndryshimet nuk vinë thjesht me duar trokitje dhe me një kërcitje gishtash, qoftë edhe 40 ditore. Ndryshimet do vinë me sakrifica, jo detyrimisht ky është rasti. Por që njerëzit duhet të mësohen që ka dhe këshu. Në bazë të asaj që neve tolerojmë, edhe abuzojmë ose nderohemi. Pra në bazë të atyre kufive që ne i afrojmë ose i largojmë nga vetja, ose në bazë të atyre dyerve që i hapim ose i mbyllim, qoftë për veten tonë, qoftë për të tjerët karshinesh, normalisht ndodhin të mirat dhe të këqijat. Neve deri tani, si shoqëri, kemi pasur këtë lloj mangësie që kemi gjeneruar më së shumti të këqija karshi vetes tonë në komunitet dhe në shoqëri, se sa të mira. Një ndër këto është pikërisht edhe indiferentizmi politik. Indiferentizmi politik, shpreha tipike e artistëve ose njerëzve të influencës, nuk merrem me politikë. Po vetë ky pohim është politik. Të thua që nuk merresh me politikë, pra duke deklaruar neutralitetin tënd, është që ti përfshihesh në një status politik.
Ti po bën një deklarat politike kur thua që unë smerre me politikë. Se ti do distancohesh. Është mendim politika, është filozofi, është mënyrë jetese, është se sa do ta vesh çmimin e koncertit, është sa do ta vesh çmimin e këpucëve, të fiqve. Politika është edhe unë lodha do thosh ti, kam harxhu kaq naftë, kam harxhu këtë për ta sjellë deri në Tiranë, fiqt kam për të shit X. Këto janë lëvizje të cilat lindin nga politika. Një X këngëtar që thotë unë vlej kaq, është vendimi im, është mendimi im, filozofia ime, që unë meritoj kaq, dhe nuk e jap çmimin më tullet për X shfaqje, se sa X euro. Edhe kjo është politikë. Pra duhet të kesh parasysh diçka, nëse ti thua që unë nuk merrem më me këto mafje, atëherë po, kam të drejtë që do të them, ti zotri i nderuar, artist i nderuar apo influencer i nderuar, ke shumë të drejtë, sepse me këto mafje nuk është me vërtet për të marrë tek pull, ama një masë e gjerë njerëzish mund të merren që ç'ke me të. Ky është mendimi. Mas gjithë këtyre mendimeve të ndritura që dhe. Po? Tash unë kam zakon që kush vjen për herë të parë, i kërkoj që në mbyllje t'jap një mesazh për shoqërinë. Po, mendoj që unë kam thënë një seri mesazhe. Po, prandaj të bëra parantezë që mas gjithë këtyre mendimeve të... Okej, atëherë unë mendoj që kjo shoqëri ose nëse do ketë mirësi dikush që të ma vej veshin, mendoj që kjo shoqëri do jetë si hapa më të sigurt, sikur ne të kishim një çik më shumë dashuri për njëri tjetrin. E kupton? Pra, sikur të mos ekzistonin për një moment të caktuar këto ndasit patronazhist i PS-s, patronazhist i PD-s, i djathtë, i majt, i qendrës, ku dëgjon zogist, musliman, katolik, ortodoks, fundamentalist i krishtera, ku di unë se çfarë, por të mendosh që je shqiptar. Jemi njerëz, jemi në të njëjtin realitet, ndajmë të njëjtën jetë, ndajmë të njëjtat vlera, plus minus, kemi familje të gjithë, do ndërtojmë familje të gjithë, shpresojmë të gjithë në një jetë më të mirë dhe në një tenor jetese më të lartë, atëherë pse jo? Jepja dorën edhe atij që është në nevojë, jepja dorën edhe atij që është më lart se sa ty, por asnjëherë mos e përjashto në absolut atë dashurinë, domethënë atë dashurinë pikëspari, dashurinë kërkësh njëri tjetrit për s'dyti dhe të gjitha ato normat humane që të bëjnë ty të kesh fytyrë njeriu, dhe jo të kesh atë fytyrën e kafshës edhe bishtin e kafshës, por të jep vetëm fytyrën e njeriu. Kjo është dashuria që ti ke, jo e shtirur. Mundohu që tek njerëzit të shikosh edhe atë anën pozitive. Empatia është çelësi. Futu ke këpuca tjetër, thotë ai profesori. Futu një herë. Shikoj se si e shikon ai realitetin. Një herë. Si është halli i këtij njeriu që është patronazhist? Mos e përjashto dhe atë, ai mund të jetë një i penduar. Mos e përjashto dhe këtë sepse dhe ai mund të jetë i zhgënjur nga PD-ja. Kemi plot raste në historinë e vendit tonë që plot njerëz i kanë shërbyer turkut deri në një moshë dhe janë kthyer. Përfshi këtu edhe heroin tonë kombëtar. Dhe ka marrë flamurin që ne sot e mbajmë për flamur kombëtar. Kemi rastin e personit i cili ka shpallur pavarësinë e vendit tonë, i cili ka qenë funksionar. Dhe tani ai është babai i kombit shqiptar. Pra, me një çik më shumë dashuri për njëri tjetrin, do shikojmë mrekullira. S'ka pse të ndahen lagjet me gardhe, me ndërtime të larta, me pak dashuri edhe për atë diellin që do futet ke dritarja e komshiut. Mos e ngrej atë murin, leje. Mos e ngushto kaq shumë të rrugën sa ta hash trotuarin. Le të ecin edhe ato mamat me karroca. Sepse do ikë edhe në punë në gjonat e vete. Është më bukur kur njeriu ka një premisë dashamirësie
krahësi tjetrit, një qasje më dashamirëse, unë mendoj që është e shëndetshme. Jo e stisur, jo e teatralizuar, por diçka më qesh. Mungoni çik buzëqeshje. Ka filluar tani atje në bulevard, jo në shesh, se ka plot njerëz që në shesh. Po, Është bulevard ai. Ka tjetër kuptim. ndjes edhe unë nga njëri të mshesh. Po, është bulevardi dëshmorët e kombit. Dëshmorët e kombit. Ata njerëz që për këtë kombin, për këtë vendin ton, ranë dëshmorë. Kupton? Nuk kishte më jetë një ditë më mbrapa. Ato ngelën të vdekur aty. Për çfarë? Për shtetin. Shtetin komb, se është një koncept i cili ndahet mes shtetit dhe kombit. Vetëm para 200 vjetësh filluan të bëhen shtetet kombe dhe ne kemi rilindasit ndër të parët që sakrifikuan jo të mirën financiare që nuk diskutohet, po edhe veten e tyre, që neve sot të lexonim shqip, të shkruanim shqip, të shkonim në shkolla shqipe, të kishim ushtri shqiptare, polici shqiptare, tek e fundit të kishim sovranitet. Mos pyesnim asnjë njeri tek dera e shtëpisë tonë, atë futem, atë mos futem. Pse e bën ata këtë? Sepse ata kishin dashuri për shqiptarët, kishin dashuri për Shqipërinë. Kjo lloj gjë do filloj të blatohet brenda njerëzve dhe do shikosh se sa mirë ka për t'i bë. Këtë lloj gjë do ta kishin edhe ata që po i rin ngushtë xhaketat tash. Se kanë. Dhe kaq mbaroi koha. 4 vjet deri në 8 vjet. Po të ngushtu xhaketa, hiqe pas të ta heqin të tjerë. Okej? Ky është mesazhi. Kështu do e mbyllim me këtë shprehje shumë. Hiqeni xhaketën para se të heqin tjerë. Po flis, po sepse kështu edhe aty është.